Më vjen keq që të citoj veten time, po unë sa po thash që jeni ballukizuar të gjithë. Po të dalish këtu dhe të flasish për reformë, drejtësi dhe sukseset saj, në një kohë kur përdorni mandate, 83 mandate si thika, krimi, për të mbrojtur vjedhjet e Lubi Ballukut, nuk ka hipokrizi më ekstreme se kjo. Nuk ka hipokrizi më ekstreme se kjo. Nuk ka hipokrizi se të bësh teorira se të fortit, po të kujt janë të fortit, mor? Po të fortit janë patronazhistë të poshtër, që terrorizojnë qytetarët për pushtetën e krimit. Të fortit janë patronazhistë. Ai duhej arrestuar 10 herë, po nuk desha të zgjatëm në këtë pikë. Dhe s'u arrestua asnjëherë, se ishte terrorist i votave. Nuk ka të fort që si bën dot zap policia, po ka polici të bërë zap nga të fortit e partisë. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Ndaj dhe gjërat duhet të themi si të janë. Ballukizimi juaj është fundi juaj. Edi Rama edhe njëherë, pse ka marrë dosën e skaksit dhe po shqyrton? Kur t'ja mbath një ditë, çfarë do thoni ju? Prap do bëni avokatin e tij. Ndaj dhe nuk e zgjidhin fjalët problemin, e zgjidhin aktet, veprimet. Ju faktikisht i dhatë goditjen më fatale drejtësisë. Ishte në zyrë me te. Zoti Kliçi, të merrni fjalën? Zoti Kliçi, të merrni fjalën. Okej, nuk po vazhdoj me listën atëherë. Pse çfarë për gallat? Po s'po bëjmë gallat tash. Zoti Kliçi, keni fjalën. Zoti Kliçi, keni fjalën. Shko një të shko.